Unë do të thoja që po t'i shikojmë të dyja SBA-t dhe Bashkimin Evropian, për Shqipërinë është e qartë, nëse do ta marrim dhe në nivel të dokumentave strategjik, si strategjia e sigurisë kombëtare apo plani afatgjat i zhvillimit, që janë dokumentet kyçe që përcaktojnë orientimin ton, orientimi strategjik i cili patjetër ka në fokus sigurinë e vendit, është ai ka SBA-ve drejt Amerikës dhe jo Bashkimi Evropian. Kjo për një sër çështjesh vetë perceptimi për sigurinë në Bashkimin Evropian apo në kontinentin Evropian ndryshon. Kemi vende neutrale, kemi vende të cilat nuk duan të angazhohen dhe të bëhen pale aleancave të ndryshme, ndaj edhe për Europën vetë nuk është e qartë një politike jashtme. Dhe në këtë kuptim Shqipëria ka zgjedhur drejt dhe është rrjeshtuar drejt ka SBA-s. Nëse vim tek bordi i paqes, unë do të thoja që Shqipëria ka patur një alternativë, apo ajo e mesmja e ardhë, që unë do të thoja me shumë guxim dhe me një integritet politik e shikoj tek figura e Melonit, e cila nuk e vendosi Italinë të bëj pale bordit paqes, po zgjodhi të ishte patjetër si vëzhguese, si observer. Dhe mendoj që edhe ne nëse do ta kishim elaboruar dhe menduar ndoshta pak më gjatë, mund ta kishim zgjedhur një rrugë të tillë ku Shqipëria dhe të ishte pjesë, por të kishte një pozicion ndoshta pak më neutral, sepse pikpyetja më e madhe që un kam është pikërisht çfarë do japi Shqipëria, dhe me një president si Trumpi ku duhet të paguash për të qenë pjesë e tavolinës, duhet gjithmonë të kemi të qartë nëse ne do të shojmë. Po çfarë do t'japim, çfarë do t'ofrojmë? Forcë ushtarake, kapital human, pajisje apo 4-5 vende, 2 ishte Shqipëria dhe Kosova. 2 ishte Shqipëria.